Skuadra kosovare Lepenci po punon intensivisht për të inkuadruar sërish në ligën e parë, ku me trajnje e Nasrit Fazliu po luftojnë për ta fituar titullin në ligën e dytë. Këtë edicion Lepenci ka qenë skuadra për të mposhtur, ku brenda 20 xhirove kanë marrë 16 fitore, 2 barazime dhe kanë vetëm 2 humbje. Ku rekordin më të mirë e ka vetëm lideri aktual Mitrovica. Sidoqoftë, te skuadra nga Kaçaniku, mendimin e madhe të tifozëve, optimizmi është jashtëzakonisht i lartë se do të arrijnë objektivin, pra inkuadrimin në divizionin e dytë të Kosovës. Fazliu, dikur sulmuesi i rëndësishëm të klubet si Drita e Prishtina, për Telegrafin do ta komentoj edicionin si dhe synimet për të ardhmen. Moralisht mirë, kemi nisë në fillim me një ekip të re, me lojtarë të ardhur shumë, lojtarë që janë largu, që kanë qenë vitin e kaluar, edhe jena mundu me konsolidu ekipën sa më mirë, me lojtarë të ri, me lojtarë me përvojë, ku kemi bërë një kampionat shumë të mirë, që se kemi prind ndoshta edhe vetë, edhe jemi vendin e dytë, edhe në zonën ku veç hym në ligën e parë. Po objektivi u konë edhe pe fillimit, e kena pas objektivin qartë që kena me hi, edhe pse nuk kena dalë ndoshta shumë na si staff ose si ekip nuk kena dalë që dilët në fillim që kena me pa tjetër me hi, dhe thotë ke brenda grupit e kena pas qasjen edhe kena pas komplet mendimin që kena me punu për me hi në ligën e parë. Kështu që tashti fillim kur është nisë ka qenë Mitrovica, ka qenë Vllaznia Pozheronit, ka qenë Rahveci, ka qenë disa ekipe që kanë bërë përforcimet të mira dhe kanë qenë kandidat për me hy, po Rahveci vetë se është dërzuar. S'mundem me thonë se në moment sa të ekziston matematikisht gjithmonë ka shpresë, po për më afër tash që jena për me hi, jena na Mitrovica dhe Vllaznia Pozheronit, ku ka më konë realisht një garë shumë e ashpër deri në fund, edhe cila është më gjakftoftë, cila është më përgatitur, edhe cila e menaxhon më mirë ekipën, mendoj që hyn ligën e parë. Këtë edicion e kemi fillu pak me rezultate jo të mira, po masane jemi rikthy. Kemi bërë një gjysmë sezon shumë të mirë, me trenerin kena vazhdu planet që kena pas, edhe na ka shku shumë mirë, jemi vendin e dytë, 3 pikë larg vendit parë, edhe po shpresojmë që po është të vazhdu një garë kogja e fortë mes 3 ekipe, po besoj që kena ekipën më të mirë në ligë, edhe kena kualitet, kena cilësi, kena përvojë, edhe kena një trener që edhe një kryesi që po na rren mbrapa për çdo send, edhe besoj që kena me arrit synimin. Synimi është veç inkuadrimi në ligën e parë.